Shqipëri. Rubio ka uruar përmes një deklarate për shtyp presidentin e ri të Polonisë. Deklaratë se si urohet dikush një forcë politike kur fiton zgjedhjet. Nuk ka uruar ambasada amerikane në Poloni popullin polak dhe nuk ka theksuar se do të vazhdoj partneriteti i Amerikës me Poloni. Deklarata është profesionale, sipas protokollit, rreth një faqe, por vlerëson qëndrimin e Polonisë si aleate e denjë e NATO-s, kontributin në aleancë, çka nuk është rasti për Shqipërinë. Pra prallat se zgjedhjet janë njohur nuk qëndron. Ambasadori Bolton ma tha që ajo deklaratë e vakët që urojmë popullin shqiptar dhe do të kemi partneritet me Shqipërinë, ka dy arsye. Ose nga që departamenti është konfuz, i hutuar, por mund të ketë dhe një diçka më shumë më pas. Presidenti Trump duket se mbas largimit të Elon Musk është dobësuar nga ana financiare për kandidatët e Partisë Republikane. Në përplasjen midis Musk dhe njeriu Soros në kabinetin e Trump, Gay në sekretarit thesarit, fitoi ky fundit. Kanë pasur të bërtitura, zënka, kundërshtimet mëdha. Musk donte që të caktonte si numër 1 të taksave njeriu e tij, ndërsa njeriu Soros duket se doli fitues. Ndërkohë është shtëpia Bardh do të tërheqë dhe nominimin e drejtorit NASA-s, njeri i paraqitur nga Musk. Trump ja kam thënë që në politikën e tij më shumë dëgjon këshilltarët privat, Hannity, Bill O'Reilly, Tucker Carlson. Mënyra e zgjuar e tij. Bill O'Reilly, të cilin besoj mbas 2 javësh do ta kem përsëri në fokus, ka qenë në një turne, siç do thoshte ai, azin veriore, sepse është ofenduese në qoftë se do të përdorje termin Orient, lindjor. Është një ofendim që në shekullin e 15 të ndalohet ta përdorësh në Kinë, por gjithashtu të këtu. Ka pasur një kërkesë nga zyrtarët kinesë të organizonte një seminar 2 orë dhe Bill O'Reilly ka pasur pyetje përgjigje me zyrtar të lartë. Takimi është filmuar sepse ndiqej edhe nga antarët e byros politike dhe nga vetë numri 1 i Kinës. O'Reilly ka thënë që nuk jam këtu për debat, ju pyesni, unë përgjigjem të krijoni një ide kush është administrata amerikane. Interesimi ishte masiv. Kinezët janë kombi zgjuar, thot Bill O'Reilly. Kishte një censur të madhe, monitorim me kamera, nuk ka kinez që nuk mban kartë identiteti në çdo çast me të ndryshë arrestohet, por Kina po prosperon. Kina është në një hap të madh zhvillimi, problemi tyre kryesor është Tajvani. Si do ta marrin? E kanë përbuzur Bidenin, nuk e kanë llogaritur si president dhe prisnin që të fitonte Trump. Me Trump, kinezët, byroja, presidenti, kryetari i Partisë Komuniste, kërkon të bëj marrëveshje të mëdha. Natyrisht që Bill O'Reilly, kur është kthyer, ka folur gjatë me presidentin Trump, rreth 30 minuta, dhe ka sqaruar çdo gjë se çfarë ka ndodhur atje. O'Reilly nga ana e tij u ka afruar kinezëve, është mendimi im personal, tha. Por ata duke vlerësuar si gazetarin më ndikues perëndimor, e dëgjuan me vëmendje. Bill O'Reilly, i cili duhet ta ketë përpunuar këtë ide, them, dhe me presidentin Trump, Amerika dhe Kina janë fuqitë ekonomike më të mëdha. Nuk ka pse të jenë armiqësor me njëri tjetrin. Një marrëveshje ekonomike, por një marrëveshje më e thellë, më e gjerë për paqen midis SBA-s dhe Kinës, duke luftuar Rusinë, Iranin dhe forcat e errët në botë, do të ishte një bum prosperiteti si në Amerikë,
ashtu edhe në Kinë. Pra, për amerikanët do të fitojnë më shumë dollar dhe do të mbajnë më shumë dollar në xhepat e tyre mbas taksave. E njëjta gjë edhe për kinezët. Nuk e kishin problem kinezët për vizat, studentët, jo. Tajvani ishte çështja kryesore e tyre. Natyrisht që kinezët janë të kujdesshëm dhe e kuptojnë që në përplasjen e Amerikës me Rusinë, Amerika është fituese, Rusia është në degradim. Media e majtë më në fund po feston që Trump e kuptoi, Putini u çmend, pra Trump erdhi tek pozicioni ynë. Në fakt, Trump e ka kuptuar që Putini nuk do të ndalojë me Krimen, me Donbasin. Putini kërkon që të shfaqet si fitues. Organizimi i shtetit të tij ngjason me Ramës, ka oligarkët, ushtarakët, korrupsioni i madh i tyre dhe ai, edhe pse nuk raporton tek këta, çdo gjë shikohet nga se ajo është baza e piramidës së tij. Dhe ai mund të thotë që Krimen e keni përfundimisht tuajin, Donbasin tuajin, dhe unë bëra që ata të mos hyjnë NATO. Por goditja e Zelenskit, që i ka shkatruar të paktën gjysmën e flotës ajrore që mban armët bërthamore në një sulmi, tregon që Rusia ka shumë pika dopta. Të kthehemi tek Ballkani, ende Kosova fatkeqësisht pa qeveri. Në Shqipëri, në përplasjen midis PD-s dhe PS-s, ka urvatje të mëdha. Rama paguan miliona, edhe pse nuk ka lobist zyrtar, për një vizitë në Washington. A do të jetë qok e Kushnerit mbas miliardave të falura në Sazan? A do të jenë lobi hebrej që luan me dy porta, si me Sorosin, si me Trump? Ndërkohë, lobistët e PD-s që kanë marrë më shumë se 6 milion dollar, a do të realizonin të paktën vizitën speciale të kryetarit të PD-s? Çasti është tani. Në qoftë se do të organizojë, do të nxitej një hearing në Kongres, fatmirësisht në Senat, kjo lëvizje ishte justifikuar. Personalisht, mendoj tek kontaktet që duhet pasur me departamentin, jo përmes lobistëve. Ambasadori Bolton ma tha qartë. Lobistët kanë lënë gjithmonë shije të keqe në departament dhe në pjesë të tjera të burokracisë amerikane. Datë në Kongres, në Senat, në Shtëpinë e Bardhë. Boltoni do ma thoshte dhe ma theksonte që pagesa shumë të mëdha, rezultati vogël ose asgjë. Një grup demokratësh të rinj, do të thoja, ata që o votuan më shumë, duhet jenë fizikisht këtu. Si fokus, por dhe me disa veprimtar amerikan mund të ndërmarrim këtë ftesë. Departamenti do të kishte shumë dëshirë të dëgjonte për të hapur dyert të reja. Nuk pranohet një autokrat me 86 vota në parlament. Rama e di mirë, ndaj është i mërzitur. Rama ka probleme me drejtsinë amerikane dhe ai takimi i kreut të shikut shqiptar me drejtorin e CIA-s dhe Borzilo Gabbard, që është në krye të inteligjencës amerikane, është mbas vizitës të zyrtarit lartë të Departamentit të Drejtësisë, shqetësimet e karteleve të drogave. Pra Amerika e shikon Shqipërinë si shqetësues për interesat sigurinë kombëtare amerikane. Sepse Rubio priti ministrin e jashtëm të Maqedonisë Veriut, mund të kishte pritur të Ramës, nuk bëj parashikuesin e kohës. E motit që të them, do ta njohin zgjedhjen, nuk do t'i njohin zgjedhjen. Çdo gjë step by step. Deri tani janë të akullt. Janë shumë të ftohtë, duket që nuk e duan as Ramën. Pse mendoj që përmes medias dhe kontakteve
fizike je më i suksesshëm të sjellësh mesazhin tënd. E kam thënë disa herë që ne nuk kemi pikë rëndësie madhe për administratën amerikane, as për White House, as për departamentin, nuk kemi si Polonia. Pra deklarata e urimit zyrtare nga Rubio tregon këtë. Polonia është shtet serioz. Edhe pse qeverinë e ka të majtë, por ai mund t'i jap dorëheqjen. Një tjetër mesazh për ne. Është përfolur shumë që kjo administratë është përshitje. Janë gestet e Trumpit, i cili ka përfituar personalisht dhe familja e tij. Do të ketë probleme më vonë, nuk ke fal kush. Trump është Trump. Këtu ka pasur një skandal tjetër. FBI ka filluar hetimet sepse shefja e kabinetit, Susan Wiles, është përfshirë në një skandal mjaft të madh. Janë regjistruar me qindra telefonata. Ajo thotë që nuk kam qenë unë, dikush tjetër është faqur si unë me zërin tim, duke kërkuar mbështetje, duke kërkuar deri në transferta të mëdha dollarësh. FBI ka filluar hetimin, në qoftë se do të ketë qenë dikush mashtrues, do të dënohet. Në qoftë se nuk vërtetohet dot nga provat laboratorike të FBI, Wiles do të largohet. Shpresojmë tjetë e para. Por ka dalë në faqet e medjas, ndërkohë që Trump, pas largimit të Elon Musk, duket më i dobësuar nga ana financiare. Nuk i ka dhënë $250 milion, siç është thënë. Kam ende edhe $100 milion të premtuara që nuk e kam dhënë, tha Musk. Pa milionat e dollarëve, nuk kemi senat të rifituar nga republikanët dhe kongresi humbet. Ka një përplasje midis senatit dhe Trump në lidhje me qasjen me Ukrainën. Senatorët kërkojnë që të fillojnë sanksione të mëdha të Rusisë, pra duan luftë. Lindsey Graham, i cili është senator, dikur kandidat për president, ka shkuar, ka bërë një vizitë në Kiev dhe ka mbështetur Zelenskin. Steve Bannon, ish strategjist i Trump, ka thënë që ai duhet arrestohet. Po punon pas kurrizit Trump. Ç'po ngjet? I njëjti veprim u bë nga Dick Grenell. Diku anashkaloi presidentin Trump, shkoi vetë në Venezuelë për të marrë një të burgosur, duke përdorur avionin privat të Chevron, kompanisë të madhe naftës, duke i premtuar që nuk do të hiqet licenca e blerjes naftës nga Venezuela për Chevron. Në fakt, nuk ndodhi kështu, sepse me njëherë ishte deklarata e zëdhënëses departamentit shtetit, Tammy Bruce. Rubio është i nevrikosur me këtë njeri që duhet raportojë tek ai dhe nuk ka asnjë lloj pauri, asnjë lloj fuqie. Sa më pak fuqi të ketë magazineri Kennedy Center, është shumë mirë për ne. Dihet lidhjet e Dikut, Kushnerit dhe mediokrit Don Junior, pro-serb, pro-slav, indirekt anti-shqiptar. Natyrisht që në fund është Trump ai që vendos. Përpara takimit NATO-s, a do të vi Rama në Washington, do të realizojë ëndrrën e tij, do t'ja afrojë Kushneri, sepse kontrata ende vazhdon paraprake me Sazanin. Rama do shpërblim. Mund të afrojë me mira e mira palestinez të strehuar në Shqipëri, ose diçka malinje më shumë. Lobistët janë përpara një sprove. Do të asiguronin do të një hearing të paktën në Kongres dhe atë vizën speciale për kryetarin e opozitës. Hearing mund të sjellë një rezolut. Rezoluta sjell një lloj detyrimi për departamentin amerikan. Mbaj mend hearing në 91-shin, por dhe hearing në 97-ën, ku ka pasur debate për plasje të forta dhe ku ka shkëlqyer Dick Guardi dhe Shirley Chloe, duke mbrojtur ato sukseset demokracisë shqiptare dhe duke rretheksuar që Partia Komuniste Gjakatare e Hoxhës është kthyer me dhunë pushtet.
kemi kohë që nuk kemi ngritur zërin aty ku duhet. Natyrisht që nuk kemi lob, siç ka lobi grek, lobi serb, lobi hebre, por veprimtar me emër kemi, dhe nga ana financiare shqiptarët amerikanët e kanë treguar që mund të shpenzojnë dhe mund të garantojnë akses. Një rast ishte me kongresmenin jo larg nga unë, Zeldin, i cili është paguar nga shqiptarë amerikanët, më shumë nga Michiganit, dhe e vuri përballë Blinkenin duke pyetje për 9 gradën, por mbas kësaj, mbas një vizite në departament, ai u fashit. Sot është një nga emrat e kabinetit të zotit Trump. Pra, përmes kongresmenëve dhe senatorëve, por kryesorja është me media. Trump është një konsumues i madh i medias djathtë. 30 gazetarë, 20 për tyre pa në nivel shumë të madh, janë në poste shumë të larta të administratës. Ndikimi Tucker Carlson, ndikimi Hannityt, Sean Hannity, por gjysma e kabinetit është nga Don Jr. Në atë garën për president nga pas, kryeson Rubio, J.D. Vance, DeSantis. J.D. Vance ka treguar edhe një fytyrën e tij cinike, është publikuar një audio ku ai ankohet, ofendon Musk, ai nuk është amerikan, ai është afrikano-jugor, ai nuk është i zgjedhur siç jam unë jam i votuar, unë do të kem shumë hapësirë. J.D. Vance është një plurëre përpara gjeniut Musk. Dhe me deklaratat e tij si qenë kafshues, po përdoret keq nga zoti Trump. Ka ardhur një çak do të mjaft, mos fol më për gjykatën supreme, më dëmton. Trump nuk harron. J.D. Vance ka thënë, nazist, idiot, ignorant, siç thoshte dikur Rama, fundi i botës, dhe ambasadori Bolton ma ritheksoi. Trump nuk harron ata që e kanë sharë, mbani natë gjatë. Hakmerët, ose të përull e të shtriesh në tokë si J.D. Vance, ose të të qoj pa di, të të ngrej akuza përmes prokurores përgjithshme Bondi, e cila është tërësisht në mbështetje me presidentin. Ka qenë një ligj gentlemanësh që prokurori përgjithshëm është i paanshëm. Këtë radhë nuk është. Në fjalët e saj në kabinet, jo vetëm servile, po thotë që kemi ndaluar fentanil mbi 20 milion doza dhe kemi shpëtuar 21 milion jetë amerikanësh, zonjë. Nga fentanili në vit vdesin 70 deri 100.000 vetë. Dhe nga dhënat e medias, edhe pse kufiri është dyllosur, nuk është ndaluar dot fentanili. Është e pamundur. As nga ana teknologjike janë me mira ma une. E njëjta gjë është për portin e Durrësit. Dumani sot ka bërë një deklaratë që kanë arrestuar trafikantët me droga sintetike, as një hetim për zgjedhje. Krimi zgjedhor është kryesori sepse ai parlament prodhon çdo gjë. Parlamenti zëqineve. Ju përshëndes, në darkë do të kemë më gjatë me Bill O'Reilly. Ju kujtoj edhe një herë, në fund, ju lutem abononi, subscribe të kanali, sa më shumë abonues kemi, është free, është falas, më e madhe mundësia sponsor. Do të jemi 2 herë në ditë ose 3 herë në ditë në Focus TV në çdo natë në 20:30. Edhe përmes TV-s Shqipëri. Kaq, TMCN-ja nuk vazhdojmë. Kudo në Shqipëri.